Mbrëmja e dieshme do të jetë një super mbrëmje e paharrueshme për shqiptarët nga rrethet kishte një masivitet të madh fansash dhe mbështetësish të Luizit pasi ai dha njoftimin se do të performonte live në sheshin Shkënderbej. Ai performoi në një skenë të mbushur me drita e LED-ulle të cilët i jepnin një pamje prestigjioze njësoj si një yll hollywoodi, por nuk është vetëm kaq pasi Luizi performori nuk dinte që të takonte me përpara pasi njerëz të shumtë e fansa të cilët ishin pjesëmarrësh disa prej tyre kërkonin foto, disa autografe dhe disa të tjere firma në bluza, por nuk mbaron me kaq aty. Ai u surprizua dhe nga të afërm nga miqtë e familjes të cilët i erdhe pranë dhe realizuan dhe ata nga një foto për t'i pasur kujtim për mbylljen e këtij viti të suksesshëm me bërej që ky vit ka qenë një vit i mbarë për Luizin dhe për Kiarën. Ata realizuan një mori gjerash koncerte, film, emisione të cilat padyshim si gjithmonë realizohen në formën më të mirë të mundshme me plot profesionalizëm, ndërsa familja e Luizit ditën e djeshme e ka ndjekur babin në live stream për arsye se Lunushi ka qenë e ftuar për darke tek shoqja e vet. Pikërisht bëhet fjale për të voglën e shoqes me të ngushtë të Kiarës, moderatores. Bëhet fjale pikërisht për moderatoren e mirënjohur Liesa, por përveç se mamat janë shoqe të ngushta dhe gocat janë bere shoqe e luajne me njëra tjetrën. Ato kanë ndarë një moment të bukur ku të dyja vogelushet e ndjekin Luizin live e shohin nga televizori. Përqendrimi i tyre nuk dihet a është të ngjyrat apo të zeri i Luizit. Ditën e djeshme shumë fansa kanë ndarë foto e video me Luizin, ndërsa Luizi ka pasur dhe një përshëndetje për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen anë e mban e botës, gëzuar festat e të jetë dhe 2026 po një vite i veçantë dhe i begate plotë bereqet harmonie të mira në jetën tuaj. Gjithashtu mbas fjalimin kaq që një super mbyllje duke hedhur fishek zjarre e duke ndritur qiellin nga dritat e tyre. Stafi jone ju uron gëzuar festat, qofte një vit sa me imbare i begat për të gjithë, vit imbare edhe për familjen e Ellit, të cilët sukses mbas suksesi dhe sfidë mbas sfide e kanë kaluar me sukses dhe kanë marrë vlerësimin e merituar. Ne vimesi do të ndiqni disa nga momentet e mbrëmjes së djeshme. Shikojeni deri në fund videon. Ne ju urojmë shikim të këndshëm në vijim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.